Egli ka hyrë vetëm për hakmarrje, është lutur korridoreve të topit, shokon opinionisti, po përflitet me të madhe që gjesti do të largohet së fundi nga shtëpia e famshme, pasi ky informacion i pa konfirmuar është përhapur me shpejtësinë e dritës pas zhvillimeve të fundit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, në rikthimin e Eglit, e cila po e sulmon fort, por edhe me izolimin prej më shumë se 5 muajsh, duket se gjesti ka ardhur në pikën e thyerjes. I ftuar së fundmi për të folur për këtë situatë, sipas burimeve të tij të brendshme, ka qenë opinionisti Elton Tozaj, që ka folur për këtë situatë. Ai ka plasur edhe bombën e madhe, por përjashtoi mundësinë e daljes nesër e zbuloi një sekret tjetër. I pyetur për Eglin, ai u shpreh se qëllimi i saj vetëm është të hakmerrë ndaj gjestit, teksa tha ndër të tjera, është lutur korridoreve të topit për të u kthyer. Në një prej ditëve e kam hasur edhe unë, shprehet Todaj mes të tjerëve, i cili punon gjithashtu në Top Channel, teksa në intervistë ai dha edhe detaje të tjera, teksa tha, Egli ka dalë shumë e thyer, teksa gjesti ishte arsyeja vërtete e daljes së saj, duke thënë që jo unë, pasi po më prish lojën. E pasi doli, ajo është përballur me të vërtetën e publiku që e ka parë si përndjekse e manjake, teksa Eltoni tha se Egli është një natyrë shumë hakmarrëse, e për këtë jo është lutur produksionit që ta rifusin, pasi u ka premtuar që do t'u jepte show e nuk do të ishte pro gjestit, e duket se me këtë premtim ata e kanë rifutur. Teksa këto deklarata të Tozaj duket se janë të vërteta, pasi në mbrëmjen e fundit Egli e gjesti kanë vazhduar të përfshihen në debate të vazhdueshme, teksa që nga rikthimi i saj, dyshe janë përballur me diskutime të shumta për marrëdhënien e tyre. Së fundmi Egli tregoi gjestit se jashtë shtëpisë kanë krijuar perceptime për ta si qift, teksa i ka thënë se ai nuk di se çfarë po bën, duke u shprehur, ti se ke idenë sa njerëz jashtë kanë interpretuar që ne të dy do martohemi, ka mbaruar ky film, e kupton ti çfarë po bën? Kanë qenë deklaratat e Eglit për ta bërë gjestin të ndihet në fajt, teksa ky i fundit është lutur të mos përdor informacione nga jashtë që e ngatrojnë më keq.